aktivitetet për sezonin e ri turistik 2026. Po, data 9 edhe 10 maj do të jenë 2 ditët ku Vlora do të çeli sezonin turistik. Me një gamë të gjerë aktivitetesh ku sot dita i është kushtuar pikërisht fëmijëve dhe siç e shikoni këtu ka stenda sportive për fëmijë, diku janë hapur lorat e volejbollit, diku shahu, diku teatri i kukullave, pra një gamë e gjerë aktivitete ku janë përfshirë fëmijët. Dhe totalisht mbasdita do të jetë e inkuadruar për një gamë të gjerë aktivitetesh ku çdo fashe komuniteti do ta gjejë veten. Ora 17 në këtë skenë të mrekullueshme do të jetë sfilata e miseve me veshje franceze, pra ajo është International Fashion Week që është çelur si pari në Tiranë dhe do të vazhdojë në Vlorë, dhe Nik Xhelilaj me Luana Vjolcën në ambientet e kinemasë së Vlorës do të shfaqin filmin e tyre, dhe pastaj në orën 18 me panairin e mrekullueshëm të artizanëve të Vlorës, ku gjithë komuniteti vlonjat dhe të ftuarit do të kenë mundësinë të shikojnë punimet e mrekullueshme të artizanëve vlonjat. Pastaj si pari i festave do vazhdoj me atë që ju e keni 3 ditë që e shijoni me sfilatën edhe ndarjen e çmimeve të Arketi Islamit pranë Marina Bayt, ambientit të Marina Bay do ndaren çmimet, dhe po kështu në orën 20 do të kulmojë mbrëmja me fillimin e koncerteve ku zërat më të fuqishëm të muzikës shqiptare shpresoj do të bëjnë një spektakël. Dita e nesërme do të vazhdoj përsëri me një gamë të gjerë aktivitetesh dhe po ashtu Balina Bodinaku sot në orën 7:19 do të ketë një shfaqje të mrekullueshme për gjithë jetën e Tefta Tashko Koços dhe ne mezi e presim dhe atë shfaqje. Dhe dita e nesërme do të fillojë ritmi i muzikës me këngëtar përsëri të preferuar ku rinia shqiptare do të shijojë kërkesën e tyre, pra rinia vlonjate ka pas një kërkesë të veçantë për gjithë muzikantët, po sidomos për këngëtarin Noizi. Cilat janë pritshmëritë për këtë sezon? Ashtu si në çdo sezon, po si vjet ne kemi dhënë një ritëm Vlorës me atë që quhet Valon On, pra çdo gjë do të jetë on. Do të kemi një rritje të numrit të pushuesve apo turistëve gjithë? Shpresoj të sfidoj motin, sepse e dije që ne kishim përgatitur shumë aktivitete, moti i prishi gjithë planet tona, por sot, siç e shikoni, dita ka nisur më qetë, shpresojmë që moti nuk do të bëhet pengesë për aktivitetet. Po në vijim gjatë verës sa pushues më shumë parashikoni? Vlora është kthyer në epiqendrën e gjithë prenotimeve tashmë, gjithë operatorët turistikë në pritshmëritë e tyre janë të kënaqur sepse i ka kaluar të paktën numrin e deri tani numrin e njerëzve që kanë vizituar vjet Vlorën. Faleminderit. Në shtim të tyre preferuar edhe prenotime kanë qenë gjatë kësaj periudhe, por që kemi dhe gjatë verës. Tashmë ne kemi të regjistruar 20.000 shtretër në qytetin e Vlorës dhe pastaj këto janë shtetër hotelerie, por Airbnb dhe ato që janë në platformat e booking nëpërmjet shtëpive e rrisin këtë numër dhe pa diskutim Vlorës si vjet në pjesën e Eurikumit dhe Radhimës janë shtuar hotele dhe njësi të reja akomoduese, të cilët pa diskutim rrisin kapacitetet.